Po du më nalë të rroga 13, se ka pas shumë polemika, e ke botë të onë publike para së kohë. E ke marrë rrogën e 13? Jo, unë nuk e ku marrë rrogën e 13, unë mandatin e kalum, në basi që nuk jem zgjedh deputet me koalicionin për familje, më kanë taku 12 rroga kalimtare që quhen, edhe unë nuk i kom pranu ato rroga. Dhe me thonë, edhe me që unë si kom pranu një rrogë një vjeqare, dhe me thonë, rroga bazë që i bjen me qenë dikun mbi 20.000 euro, cilat unë nuk më refuzu, nuk më ka taku asë rroga 13, për shkak që kjo ka qenë për ata që kanë marrë paga në institucionet publike gjatë kësaj periudhe. Pse ke refuzu rrogë një vjetë mas si bo deputet, që është me ligjë? është me ligjë, po nuk menej që më takon. Dhe me thonë, është e para, nuk është që jam në vështërsi etike për atë pagë, edhe e dyta të mos qenë i angazhum në institucione publike, nuk mendoj që më takon për me marë, por ma e rëndësishme është aja e para që... Po, është tjera parë, s'pe, një vjetë se ke marë rrogën, se me ligjë është një vjetë me marë rrogën, masi nëse nuk e arrit më bo deputet, rroga del. Prej marsit të vitit kalum 2025, deri ditën kur jem zgjedh prap deputet në Kuvendin e Republikës. Si ke marë mi delegu dikun, apo s'ke dasht, se konsideron që s'është e njësë, s'është e halalli? Nuk menoj, në fakt, ma mirë shkon me ajab dikun në familje, se sa me jalon me ble gjipa, po që... Se ke ditë që ka me ble gjipa? Jo, menoj si praktik, duhemi, pa marë parasysh veprimeve cilat i bojnë, duhemi me kriju praktik cilën, po, unë jam me i kontribu shtetit,